po kërkojmë mbështetjen e qytetarëve në luftën kundër korrupsionit. Po i kërkojmë qytetarëve shqiptarë që të zgjedhin me kë janë, me drejtësinë apo janë me Belinda Ballukun që ka vjedhur qytetarët shqiptar, me Erion Velia dhe duam që ky zotëria këtu të dali para drejtësisë, të hetohet, mos ta pengoj drejtësinë. Këtë po bëjmë. Si po e bëjmë ajo? Ja si po e bëjmë. Zonja për shembull, si e mirë, si ja ka dhënë. Falenderoj. Do të filmosesh në mbrojtje të drejtësisë edhe luftës kundër korrupsionit? Shumë. Ja. Suksese. Shumë faleminderit. Po ti do filmosesh? Kjo është një deklaratë në mbrojtje të drejtësisë. Siç e di, nuk e di ke dëgjuar apo jo, politikanët më në fund po dalin para drejtësisë. Ke marrë vesh për Belinda Ballukun, Erion Velia dhe shumë të tjerë. Tani Edi Rama do t'i shpëtojë drejtësisë dhe po mundohet në çdo mënyrë ta sulmojë drejtësinë, ta denigrojë. Dhe ne duam që të mbledhin firmat e sa më shumë qytetarëve dhe të tregojmë Belinda Ballukut. Me patjetër. Ja ku e ke.